Në qytetin e vogël Buzdetit, ku era sillte aromën e kripur dhe tingujt e valeve përplaseshin lehtë në mure të gurta, jetonte Arjani, një djalë 33 vjeçar, i qetë dhe i dashur, që e gjithë lagja e njihte si njeriu më të edukuar dhe më të respektuar. Ai ishte martuar me Klarën, një vajzë plotë energji, me sy të qeshur dhe zemër të butë. Të dy bashk ishin rritur me idenë se familja ishte gjithçka në jetë. Ata ishin të dashuruar që nga koha e universitetit dhe martesa e tyre ishte mbushur me paqe, humor dhe ëndra të thjeshta. Por kishte një ëndër që nuk po realizohej dot. Tashmë prej 3 vitesh, çdo muaj shpresoni. Çdo muaj prisnin. Çdo muaj zgënjeheshin. Klara, çdo herë që shikonte një grua shtatzën në rrugë, buzëqeshte, por syt i treteshin lehtë. Ndërsa Arjani e kapte për dore, ja shtrëngonte lehtë, si për t'i thënë pa fjalë. Mos u dorzo, por zgënjimet po grumbulloheshin. Më në fund një ditë vendosën të bënin analizat e plota mjekësore. Të dy kishin frikë, por nuk e shprehen. E mbajtën dorën e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës, rezultatet erdhën pas një jave. Në flet duke një rreshtë që u pushoi frymën. Azospermi, mungesë totale e spermatozoideve. Arjani e kishte mbajtur frymën. Doktori e shikoi, e përsëriti me qetësi profesionale atë që fleta e bardhë thoshte me të zezë. Arjan, më vjen keq, por kjo do të thotë se nuk mund të bëheni prindër në mënyrë natyrale. Klara ndaloi së foluri. Bota ju zbeh, Arjani lëvizi buzët, por asnjë fjalë nuk i doli. E vetmja gjë që i vinte në mendje ishte fytyra e Klara, ëndra e saj, dhimbja e saj. Kur dolën nga klinika, ajo ra në lot në krahët e tij. Arjan, unë dua një fëmijë. Nuk e di si t'i them prindërve të mi tyre, u kam premtuar që kur isha 10 vjeç se do t'u sillja një nip. Ai nuk i foli. Vetëm e mbajti fort, por kur u kthye në shtëpi ndodhi ajo që nuk e priste askush. Arjani filloi të qante fshehurazi në dhomën e ndenjes, pa e parë askush. Dhe ndërsa lotët i rëshisnin në faqe, mendja i shkonte tek fjalët e mjekut. Ka alternativa. Një nga to është donatori i spermës. Disa javë më vonë, mbrëmjet e tyre u mbushën me heshtje. Klara hiqej sikur gjithçka ishte mirë, por Arjani e njihte më mirë se veten. Një natë, kur shiu binte fort mbi çatinë e shtëpisë, Klara tha me zë të ulët. Arjan, e ke menduar atë që na tha doktori? Ai uli kokën. Po, dhe ai mori frymë thellë. Nëse ky është i vetmi mënyrë që ti të jesh nën, unë jam gati të bëj gjithçka. Ajo heshti për disa sekonda. Ti do jesh babai i fëmijës, Arjan. S'ka rëndësi gjaku. Ka rëndësi dashuria, ai e pa në sy, e di, por prapë më dhem me dorë i preku faqen. Ne do ta bëjmë bashkë. Këto fjalë i dhan force. Por ndërsa bisedoni me mjekun e fertilitetit për mundësinë e donatorëve, mësuan se lista ishte shumë e shkurtër. Dhuruesit shqiptar ishin pothuajse të paktë, ndërsa shumë çifte të tjera prisnin. Klinika bashkëpunonte me banka ndërkombëtare të spermës, por kostot ishin shumë të larta për mundësitë e tyre. Mjeku u tha një fjalë që Arjani nuk do ta harronte kurrë. Ka edhe një mënyrë tjetër. Donator privat. Dikush që ju i besoni, kjo fjali pushoi dhomën. Ata e pan njëri tjetrin në sy. Si do të gjeni një burr që të pranonte një sakrificë të tillë? Dikush i pastër, i shëndetshëm, i sinqert, i cili do të bënte dhurimin pa kërkesa, pa prapaskena, në fillim e lan fare iden. Por ditët po kalonin. Klara po lodhej emocionalisht. Filloi të flinte pak. Filloi të humte peshë. Dhe këto e vrisnin zemrën e Arjanit. Një natë, krejt rastësisht, ndodhi ajo që nuk pritej, në qytetin e tyre të vogël. Prej disa muajsh kishte ardhur një grup punëtorësh nga Afrika, të cilët punonin në një projekt ndërtimi në port. Mes tyre ishte Jabari, një burr 29 vjeçar nga Kenya, trup gjatë, me lëkurë të errët, sy të ngrohtë, buzëqeshje të butë, dhe sjellje të jetë të sjellshme. Jetonte vetëm, punonte fort dhe ishte i njohur në lagje për zemrën e tij të mirë. Një ditë, kur Arjani po pinte kafe në barin e lagjes, pa që Jabari po ndihmonte një plak që i kishin rënë qeset e marketit. Ai mblodhi qeset e shoqëroi deri te shtëpia, i buzëqeshi dhe u kthye në rrugë duke tundur kokën me turp kur plaka e falenderoi. Çfarë djali i mirë, tha kamarieri. Dhe pikërisht në atë çast një ide e çmendur ju fut Arjanit në mendje. Po sikur? Jo, është marrëzi, ai e largoi nga mendja. Por ideja u kthye natën. U kthye të nesërmen. U kthye çdo ditë, derisa një mbrëmje ja tregoi Klaras, ajo u habit, një burr afrikan. Arjan, a je i sigurt se e ke menduar mirë? Ai u përpoq të ruante qetësinë. Nuk është çështje ngjyre. E pash karakterin e tij. Është shumë i pastër, shumë njerëzor. Ndoshta është njeriu i duhur për këtë gjë. Klara mori frymë thellë, zemra e rrihte fort. Po si t'ja kërkojmë? Si t'i themi një të huaj të na jap fëmijë?
Ariani uli kokën, duhet guxim. Por do ta bëj unë të nesërmen. Ariani e priti Jabarin afër portit, pas punës, hyu Arian. I tha ai me buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ariani gëlltiti me vështirësi. Mund të flas pak, sigurisht, u ulën në një stol ndërsa dielli perëndonte mbi det, dhe Ariani nisi të fliste, foli për sëmundjen e tij, për dhimbjen e Klaras, për ëndrrën e një fëmije, për dëshirën për të gjetur një njeri të mirë që mund të bënte një akt bamirësie. Dhe më në fund tha me zë të dridhur: Jabari, ne po kërkojmë një donator sperme, një njeri që të ketë zemër të madhe. Dhe unë mendoj se ti je ai njeri. Jabari heshtja zgjati 20 sekonda, por për Ariani zgjati një jetë. Pastaj ai tha: Kjo është gjëja më e madhe që dikush më ka kërkuar ndonjëherë. Jam i nderuar, por është ndërlikuar, e di, tha Ariani, dhe unë nuk dua të hyj në jetën tuaj si problem. Ariani e preu but. Ti nuk do jesh problem. Ti do jesh dhurues, një njeri që zgjodhi të bëj mirë. Jabari uli kokën. Pas disa minutash tha: Më duhet kohë për të menduar. Ariani e pranoi dhe u largua me zemër të rëndë. Por të nesërmen në mëngjes derën e tyre e trokiti dikush. Ishte Jabari, syti ishin mbushur me ujë. Ka menduar gjithë natën, tha ai. Ndoshta Zoti më ka sjell këtu për një arsye. Në vendin tim, ne besojmë se jeta është dhurata më e madhe. Dhe nëse unë mund t'ju ndihmoj ta merrni këtë dhuratë, unë e pranoj. Klara ngriti duart në gojë, gati të shpërthente në lot. Ariani mbajti syt me vështirësi. Jabari buzëqeshi me dhimbje e mirësi. Po, do t'ju ndihmoj, dhe kështu filloi rruga e tyre drejt diçkaje që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Që prej mëngjesit kur Jabari trokiti te dera dhe tha po ju ndihmoj, shtëpia e Ariani dhe Klarës nuk ishte më e njëjta. Aty ku kishte pasur heshtje, tani kishte shpresë. Aty ku kishte pasur frikë, tani kishte dritë. Megjithatë, së bashku me dritën lindi edhe një mjegull tjetër. Ankthi. Sepse edhe pse Jabari ishte sjell si një engjëll që zbriti nga qielli, realiteti ishte shumë i ndërlikuar. Procedura do të ishte klinike. Por emocionet njerëzore nuk respektojnë rregullat e klinikës. Ariani e dinte. Edhe Klara e ndjente. Jabari gjithashtu. Përpara se të vazhdonin, vendosën të takoheshin të tre, vetëm, pa askën tjetër. U ulën rreth tavolinës së kuzhinës, me një gotë ujë para secilit, si njerëz që do të merrnin një vendim për fatin e botës. Dua të jemi sinqert me ju, tha Jabari, duke mbështetur bëryllet në tavolinë. Në kulturën time, dhurimi i jetës është akt i madh. Por shtrohet pyetja, çfarë do të jetë roli im? Çfarë prisni nga unë? Ariani u përkul përpara, asgjë më shumë se sa dhurimin. Fëmia do jetë i yni. Do të arrisim ne. Ti do jesh një njeri i mirë që na ndihmoj, por jo baba. Jabari lëvizi lehtë kokën, sikur po peshohej çdo fjalë, dhe Klara e pyeti. Është ajo e qetë me këtë? Klara ngriti syt, pak të përlotur. Jabari, unë nuk dua asgjë tjetër veç se të bëhem nën. Nëse fëmia im ka gjakun tënd, do jetë thjesht një detaj biologjik. Babai i tij do jetë Ariani. Dhe ti do jesh miku ynë. Gjithmonë i nderuar, por jo i përfshirë në jetën familjare. Ai mori frym. Atëherë më duhet vetëm një gjë. Dua që gjithçka të jetë e qartë dhe e ndershme. Asnjë sekret nga njëri tjetri. Ariani dhe Klara u panë në sy dhe thanë një zëri. Po, dhe kështu u vendos. Të nesërmen, Ariani mori leje nga puna. Klara u vesh me rroba të thjeshta, ndërsa Jabari i turpshëm veshi këmishën e tij më të pastër dhe xhupin e zi që e mbante për ditë të rëndësishme. Kur arritën në klinik, personeli u çudit paksa, sidomos nga fakti që donatori ishte afrikan. Por askush nuk guxoi të thoshte asgjë. Doktori i priti me durim. E keni menduar mirë këtë? I pyeti. Po, tha Klara. Po, tha Ariani. Po, tha Jabari me zë të ulët. Procedurat mjekësore ishin të qarta, por emocionalisht të rënda. Jabari u fut në një dhomë të veçantë. Ariani uli kokën, duke u munduar të përballej me faktin se jeta e tij po ndërtohej mbi një realitet të vështirë, të dhimbshëm dhe të bukur njëkohësisht. Klara e kapi për dorë. Arian, kjo nuk të bë më pak burr. Ai buzëqeshi zbet. E di, por është e vështirë. Ne jemi bashkë në këtë. Dhe ai u mbështet supit të saj. Pas 20 minutash Jabari doli nga dhoma. Syti kishte pak të skuqur. Nuk foli. Vetëm dha një buzëqeshje të qetë dhe ul në pritje. Mjeku i mori materialin. Procedura ishte e thjeshtë. Tani duhet të prisnin kohën e ovulacionit të Klaras për të kryer inseminimin. Por gjatë asaj pritjeje diçka tjetër lindi brenda tyre. Një lidhje e fshehtë, e pashpjegueshme, e çuditshme, e dhimbshme. Një respekt i thellë mes tre njerëzve që po krijonin diçka jashtë çdo rregulli tradicional. U deshën 2 javë.
2 javë të gjata të tensionuara, ku secili luftonte me frikën e vet. Klara lëvizte nëpër shtëpi si njeri që i dridhen duar. Ariani ndiqte çdo lëvizje të saj me sytë e një burri që po e thyen shpirti, por që nuk dorëzohej. Jabari e vizitonte ndonjëherë pas pune vetëm për të pyetur: "Si jeni? A keni nevojë për diçka?" Ai nuk donte të ndërhynte. Qëndronte në distancë. Ai e kishte bërë pjesën e tij. Tani heshtja ishte mënyra e tij e nderit. Dhe në një nga ato net, kur Klara kishte fjetur, Ariani doli jashtë. Pa dritat e qytetit, morri frymë thellë, dhe papritur ndjeu dorën e dikujt. Pas ishte Jabari. Arjan mos e mbaj gjithë brenda vetes, i tha ai me zë të qetë. Ariani uli kokën. "E di, po më duket sikur s'jam më burr. Sikur s'jam asgjë." Jabari vuri dorën në shpatull. "Arjan, në vendin tim ka një fjalë të vjetër. Babai është ai që rrit zemrën e fëmijës, jo ai që jep faren. Ti je baba. Unë jam vetëm një njeri që ndihmova. Ti je ai që do qëndrosh natën kur fëmia qaj. Ti je ai që do japësh dashuri. Unë jam vetëm një kalimtar." Ariani t'i mbushën syt me lot. "Faleminderit vëllai im." Për herë të parë Jabarit ju dridh buzëqeshja. "Vëllai yt." Po në ditën e ovulacionit, Klara ishte tensionuar. Duart i dridheshin. Ariani përpiqej të duke i fort, por brenda për brenda po thyhej. Jabari erdhi si gjithmonë i qetë, i thjesht. "Mjeku e kreu procedurën, tani presim. Mund të duhen disa javë për të ditur rezultatin." Kur dolën jashtë klinikës, Klara papritur u ndal, sikur i mbeti fryma. "Po nuk funksionoi?" Pyeti ajo me zë që ju çau. "Po nëse nuk mbetem shtatzën." Ariani mbajti fytyrën me të dyja duart. "Do e provojmë sërish. Ne nuk dorëzohemi." Kur Jabari qëndroi pak më tutje, duke mos dashur të ndërhynte. Por Klara e thiri: "Jabari, faleminderit. Pa ty unë nuk do kisha shpresë." Ai uli syt. "Unë thjesht bëra gjën e duhur." Kaluan 5 ditë. Pastaj 10. Klara filloi të ndjente disa dhimbje të lehta barku, një lodhje të çuditshme, një ndjesi të ngrohtë trupore. Ariani vëzhgonte çdo ndryshim me zemër të ngrirë. Në ditën e 11 pas procedurës, Klara u zgjua herët. Ju afrua pasqyrës. Vuri dorën në bark dhe pastaj me hapa të ngadalt hyri në banjë. Kur doli, fytyra e saj ishte zbetë, syt i shkëlqenin nga lotët. Arjan nuk mundi të fliste më, ai u ngrit me zemër që i rrihte në fyt. "Klara, çfarë?" Ajo dridhi dorën dhe nxori testin e shtatzënisë, me 2 viza të trasha, 2 viza që ndryshuan botën. Jam shtatzën." Ariani e mbajti gojen. Pastaj shpërtheu në lot, duke e mbajtur fort, dhe u sikur u zhvendos nën këmbët e tyre. Ai e puthi në ballë, në duar, në faqe, në flok, ndërsa ajo qante si foshnje. Dhe në mes të kësaj scene të shenjtë, Klara tha: "Duhet i themi Jabarit." Ariani fshiu lotët. "Po, ai e meriton ta di." Në mbrëmje Jabari erdhi në shtëpi si zakonisht për të pyetur si ishin. Ariani dhe Klara qëndronin në këmbë, të tronditur, të lumtur, të dridhur. "Jabari," tha Ariani. "Futu brenda." Ai hyri. "U ndal." Diçka në ajër i tha se kishte ndodhur diçka. Klara i dha testin. "Jam shtatzën." Jabari u shtang. Goja ju hap paksa. Sytë ju mbushën me lot që nuk i kishte pritur. Ai nuk foli për rreth 10 sekonda dhe pastaj tha fjalët që askush nuk i priste. "Faleminderit që më latë të jem pjesë e kësaj mrekullie." Klara qeshi me lot. Ariani i hapi krahët. Jabari përqafoi të dy, ishin 3 njerëz të ndryshëm nga 3 botë të ndryshme që bashkë krijuan një mrekulli. Por nuk e dinin që ardhmja do sillte dhimbje, dilema, xhelozi, ankth, dyshime dhe sekrete që askush nuk i parashikoi. Shtatzënia e Klarës nisi të dukej shpejt. Që në javën e 7 barku i saj nisi të rumbullakosej but. Një premtimi, një jetë të vogël që rritej brenda saj. Shtëpia ishte plot me dritë, me ngrohtësi, me ëndra të reja. Por ndërkohë që trupi i saj lulezonte, zemra e Arianit nisi të rëndohej. Ai e donte me gjithë shpirta të foshni. E mbante barkun e Klarës çdo natë. I fliste, i këndonte, i lutej Zotit, por brenda vetes një zëtinëzar i përshpëriste. "Nuk është fëmia yt, ka gjakun e tjetrit." Klara e mbante trupin e tij brenda vetes. Ai i largonte këto mendime sa herë që vinin, por ato ktheheshin me më shumë forcë, dhe më e keqja. Ai e donte Jabarin si vëlla, por e kishte gjithnjë parasysh praninë e tij. Jabari nuk ndërhynte. Ai qëndronte gjithmonë në distancë, me respekt. Nuk vinte shpesh, nuk pyeste shumë, nuk pretendonte asgjë. Por fakti që ai ekzistonte mjaftonte për të shkaktuar stuhi. Sa herë që vinte në shtëpi, Klara ndriçohej në fytyrë. Jo nga ndonjë ndjenje fshehtë, por nga mirënjohja, nga afërsia njerëzore, nga respekti.
Ariani e shihte këtë dhe mundohej të mos e interpretonte gabim. Por njerëzit nuk janë robot. Ishte një mbrëmje e ftohtë dhjetori. Klara kishte pasur të vjella gjatë gjithë ditës. Ariani u lodh duke vrapuar nga shtëpia në punë dhe anasjelltas. Në darkë dikush trokiti në derë, ishte Jabari, kam sjell supë me perime. Në vendin tim e gatuajmë për gratë 7 zëna, Klara u prek. Ja mori tasin nga duart, sa i mirë je Ariani i pa ata të dy. Nuk kishte asgjë të gabuar. Asgjë. Por brenda tij diçka u shtrëngua, Klara e preku lehtë krahun e Jabarit si falënderim. Një gjest i vogël, i pafajshëm, por për Arianin ai moment u bë një krisje në akull. Në darkë, pasi Jabari u largua, Ariani qëndroi para dritares duke parë borën që binte. Klara ju afrua nga mbrapa. Arian, ç'ke? Ai heshti, nuk e di, tha më në fund. E ndjej sikur çdo gjë po më ikën nga duart. Ai është gjithmonë aty, Klara u habit. Jabari, po ai nuk po ndërhym fare. Madje ndjehet në siklet sa herë vjen këtu. Po është këtu, tha Ariani me zë të dridhur. Dhe fëmia ka gjakun e tij. Klara ja vuri duart në fytyrë. Arian, ti je babai. Ti je zemra e fëmijës. Dhe ai do të rritet me ty, jo me të. E di me trurin tim. Por jo me zemrën, ajo u prek thellë. Ja mbështeti kokën në gjoks. Ai e përqafoi por brenda tij, hija e Jabarit po rritej çdo ditë. Në javën e 12 shkuan për eko. Jabari nuk erdhi, madje as nuk u ofrua. Ishte një moment vetëm për çiftin. Kur imazhi i parë i foshnjës u shfaq në ekran, Arianit i dridheshin duart. Ja ku është, tha doktori. Zemra i re fort, Arianit i shpërthyen lotët. Ai ndjeu një dashuri të pakufishme, të pastër, të shenjtë. Në atë moment, nuk kishte më rëndësi kush ishte donator. Ai ishte babai. Por kjo qetësi nuk do të zgjaste shumë një pasdite. Teksa Klara dilte nga farmacia, 2 gratë lagjes po flisnin. A e penusen e Arianit, po. Thonë se donatori është afrikan. O Zoti i madh. Çfarë turpi, po fëmia. Do dali zi, po Ariani si e pranon, zemra e Klarës u qa. Ajo hyri në shtëpi duke dridhur duart. Ariani e pa me njëherë se diçka nuk shkonte. Klara. Ajo i tregoi gjithçka me lot. Ariani u prish keq. Fytyra ju errësua. Askush nuk ka të drejtë të flas për fëmijën tim. Askush, ai doli jashtë atë natë, duke ecur rrugëve i vetëm me duart në xhepa, i tërbuar nga padrejtësia, nga presioni i shoqërisë, nga pesha e vendimit. Dhe aty lindi një pyetje që i dogji shpirtin. A do të jem unë mjaftueshëm për ta mbrojtur fëmijën tim nga bota? Një ditë Jabari solli një lajm të papritur. Duhet të kthehem në vendin tim për disa muaj. Ka një problem familjar, Klara mbeti pa fjalë. Ariani gjithashtu, Jabari u përkul pak si shenjë respekti. Do të kthehem për lindjen nëse më lejoni. Por nuk dua të prish paqen tuaj. E di që prania ime ka sjellë emocion, ngarkesë. Dhe dua t'ju jap hapësirë. Fjalët e tij ishin të qeta, të sinqerta, të drejta. Ariani e pa në sy, nuk kishte xhelozi. As pretendime. Vetëm nder, diku thellë, Ariani e ndjeu veten të vogël përballë madhështisë së karakterit të tij. Jabari, tha me zë të butë. Ti je njeri që ka shpëtuar familjen time. Kur të kthehesh, dera jonë është e hapur. Jabari buzëqeshi me pikëllim. Zoti ju bekoft të dyve, dhe iku. Klara qau atë natë. Jo për Jabarin si burr, por si njeri që i kishte shpëtuar jetën. Ariani e mbajti fort në krah. Por brenda tij një lehtësim i heshtur pati lindur. Mungesa e Jabarit solli një qetësi të re. Shumë gjëra u kthjelluan. Ariani ndihej më i lirë, më i sigurt, më i përfshirë. Klara u përqendrua te shtatzënia, te barku që rritej, te shpërthimet e para të foshnjës, te ëndrat me karroca, rroba, dhëm fëmijësh. Çifti u ribashkua sikur më parë. Kjo ishte periudha më e bukur e jetës së tyre. Por fati nuk të jep qetësi për shumë kohë. Në muajin e 7 të shtatzënisë, një ditë dikush trokiti në derë. Klara me barkun e madh shkoi ngadalë hapave të saj të butë dhe hapi, fytyra ju qel nga gëzimi i papritur. Jabari u ktheve. Ai buzëqeshi, po, mbarova punët. Dhe doja t'i qëndroja pranë, nëse më lejoni. Ariani doli nga dhoma. U përplas në sy me të. Për një moment të gjatë asnjëri nuk foli. Por pastaj Ariani dha dorën, mirë se u ktheve. Dhe në atë çast të vogël paqeje ndodhi diçka që nuk e priste askush. Jabari i dha Klarës një pako të vogël dhuratë. Ajo e hapi. Ishte një fustan i vogël foshnjë roz. Klara mbeti pa frym. Ariani ngriti vetullat. Pse roz? Pyeti ai ngadalë. Jabari u shtang. E mendova se fëmia është vajzë. Klara dhe Ariani u ngrin. Po si e di? Pyeti Ariani me zë të ashpër. Jabari u zbe. Unë nuk e di. Thjesht mendova. E ndjeva.
Më falni nëse, por ishte vonë, far dyshimi kishte rënë në tokë. Arjani e pa Klarën. Klara e pa Arjanin, dhe në ajër u ngrit pyetja që do t'i shkatëronte. Si mund ta di ai diçka që vetëm ne e dim? Mbrëmja që solli lindjen e vajzës së tyre ishte një nga ato mbrëmje që njeriu e mban mend gjithë jetën. Me aromën e organëve të pastër të spitalit, me dritën e zbehtë të korridorit, me britmën e parë të foshnjës që dukej se ndihej deri në thellësi të shpirtit. Por ajo britëm që duhej të ishte bekimi më i madh i jetës së tyre, u bë fillimi i një ndryshimi të pandalshëm. Ardiani e shikoi vajzën e porsalindur dhe syt i mbushën me lot. Ishte një kombinim i ëmbël i lëkurës së zbehtë të nënës dhe syve të errët të Afrikanit. E bukur, e pastër, një jetë që nuk kishte faj për asgjë, por ndërsa e mbante në krah, një zë i brendshëm e shponte sigjil për. Nuk është e jotja ti e vetëm hi në këtë histori. Një plag që ai nuk e pranoi dot menjëherë, por që ndiqte në çdo çast. Pas kthimit në shtëpi, jeta e tyre u kthye në rutinën e pafundme të nderimit të pelenave, ushqimeve natën, pagjumësisë dhe lodhjes së pakufi. Por nën atë sipërfaqe të lodhjes së zakonshme, një heshtje e ftohtë u vendos mes tyre. Diana e preku e para këtë boshllëk. Ardiani rinte i ulur në karrigen pranë krevatit të foshnjës dhe e shikonte gjatë. Por në sytë e tij kishte një mjegull të trisht, një distancë që nuk ja kishte parë kur më parë. A e do? E pyeti Diana një natë me zë të dridhur. Po, gënjeu ai duke kthyer kokën tjetër, ai donte ta donte. Donte të ishte baba i saj. Por ndjesia e zhvendosjes e pazëvendësueshmërisë e bënte atë të ndihej sikur po jetonte në trupin e dikujt tjetër. Në jetën e dikujt tjetër, Diana e ndjente se ai po shuhej. E ndjente netëve kur e kapte dorën e tij dhe ai nuk e shtrëngonte si më parë. E ndjente në mënyrën si ai nuk fliste më për vitet e ardhshme, nuk fliste për planet, nuk fliste për asgjë. Dhe kështu si dy ishuj të largët, ata nisën të largoheshin pak e nga pak. Samori, i cili kishte ndihmuar ata pas kërkesës së tyre, nuk mori më lajme nga çifti për disa muaj. Ai nuk ishte përfshirë kurrë në mënyrë të gabuar. Kishte respektuar marrëveshjen, kishte treguar një zemërgjerësi të rrallë dhe ishte larguar pa kërkuar asgjë. Por një ditë, teksa lexonte një email të shkurtër nga Diana, ai ndjeu një shqetësim të thellë. Faleminderit. Vajza lindi shëndoshe mirë. Jemi mirënjohës. Por Ardiani po e ka të vështirë. Nuk e di çfarë mund të bëj. Samori heshti gjatë. Ai nuk ishte babai në kuptimin ligjor apo emocional. Por brenda vetes e dinte se kishte lënë një pjesë të adën së tij në atë shtëpi, në atë familje. Dhe ajo pjesë po shkaktonte dhimbje. Asaj nuk e dinte pse ndjeu përgjegjësi. Ndoshta sepse kishte parë shumë familje në vendin e tij që shpërbëheshin për arsye shumë më të vogla. Ndoshta sepse ai e respektonte sakrificën e Ardianit. Ndoshta sepse kuptonte se çfarë do të thoshte të mos linde dot fëmijë. Kishte parë shumë burra të thyer nga ajo dhimbje. Ai vendosi të udhëtonte drejt Shqipërisë, pa qëllim të turbullonte gjërat, por me shpresën se ndoshta një bisedë ndershme mund të mbyllte atë plagë që dukej se po përhapej si helm. Kur Samori mbërriti në Tiranë, Diana u trem. Ishte e frikshme ta kishte atë njeri kaq afër, njeriun që mbante përgjigjen biologjike të vajzës së saj. Por ai erdhi me duart bosh dhe me sy të qetë. Ardiani nuk foli fare në fillim, vetëm e pa gjatë, me një përzierje admirimi dhe xhelozie të heshtur. Samori ul në tavolinë dhe foli i pari. Vajza është e juaja. Unë nuk jam këtu për të marrë asgjë, vetëm për të thënë faleminderit që e sollët në jetë. Dhe më duket se ti, Ardian, të duhet dikush që të thotë se nuk e humbur. Ardiani qeshi me sarkazëm, nuk kam humbur. Unë jam burri që nuk mund të bëj fëmijë. Unë jam burri që i kërkoj një të huaj ta bënte për mua. Dhe tani, çdo ditë që e shoh këtë vajzë, më duket sikur shoh një thik të fshehur në zemër. Samori heshti për pak sekonda. Në vendin tim, tha ai, baba nuk është ai që jep gjakun. Baba është ai që jep zemrën. Unë kam lënë vetëm një qelizë. Ti ke në dorë gjithë jetën e saj. Këto fjalë të thjeshta për të rënduara me pjekuri, ranë në shpirtin e Ardianit si ujë i ftohtë në një tokë të djegur. Unë mund të kem adën, vazhdoi Samori, por ajo s'ka për të thirrur kur dik tjetër baba. Vetëm ty. Lotët i mbushën sytë e Ardianit për herë të parë që nga lindja e vajzës. Të tre kaluan orë të tëra duke folur. Samori tregoi historinë e tij të jetës, prindërit, fëmijërinë, arsyet pse i kishte ndihmuar, sakrificat që kishte parë në vendin e tij, dhe mbi të gjitha, respektin që kishte për çiftin. Kur Samori u largua disa ditë më vonë, Ardiani ndjeu sikur kishte hequr një gur nga shpina. Jo një çlirim të menjëhershëm, por fillimin e shërimit.
Disa javë më pas, ai filloi të mbante vajzën më shpesh në krah. Filloi t'i fliste. Filloi të buzëqeshte. Një natë, ndërsa voglushja qante pa arsye, Ardiani e mori në krah, ja vuri kokën në gjoks dhe i tha: "Unë jam babi yt. Gjithmonë do jem babi yt." Ishte hera e parë që e pranonte me zë të lartë. Dhe Diana qau në heshtje në korridor, nga gëzimi, vajza u rrit në një shtëpi me dashuri. Ishte e zgjuar, e dashur, plot energji. Kishte flok kaqurrelat e errët dhe sy të thellë që shkëlqenin sa herë shikonte Arnadin. Ajo nuk e dinte të vërtetën, por ndjente çdo ditë diçka shumë më të madhe se gjaku. Praninë e një burri që do të jepte jetën për të. Në moshën 3 vjeçare e thirri për herë të parë: "Babi." Dhe fjalët goditën shpirtin e Ardianit si një bekim që e pastroi nga çdo dyshim. Kur vajza mbushi 6 vjeç, Diana hapi përsëri diskutimin e vjetër. "Kur të rritet, a do t'i tregojmë?" Ardiani e shikoi gjatë, pastaj vajzën që luante me një kukull në tapet dhe tha: "Një ditë po, sepse e vërteta nuk është turp, dhe sepse ajo do ta di që dashuria jone solli në këtë botë, jo rastësia." Diana i vuri dorën mbi dorë. "A je gati për këtë ditë kur të vi?" Ardiani buzëqeshi lehtë: "Jam baba i saj. Çdo ditë jam gati për të." Vitet vazhduan të rrokulliseshin si flet në erë. Vajza u rrit dhe u bë një adoleshente me shpirt të gjallë dhe ëndra të mëdha. Ajo e adhuronte babain e saj. Ai ja mësoi biçikletën, e çonte në shkollë çdo mëngjes, i ndreqte gabimet në detyra, i thoshte: "Gjithmonë do jem këtu." Dhe ai ishte. Kur ajo mbushi 16 vjeç dhe prindërit i rrëfyen historinë e lindjes së saj, vajza qau, u hutua pak, por pastaj u hodh Ardianit në qafë. "Nuk më intereson kush e ka dhënë gjakun. Ti je babai im." Ardiani qau më shumë se ajo.